Jeni Rezi Dielli. Mirëmëngjesi. Mirë se ju gjej. Faleminderit që jeni përpara ekranit ton për të na ndjekur në këtë ditë të fundit të javës live, ndërkohë për të gjithë ata që na ndjekin do të kemi një ekspert pensionesh për të folur për planin ambicios të qeverisë që është përfolur shumë kohët e fundit, ditët e fundit, për planin e pensioneve 2025-2030, ku parashikohet rritje e pensioneve me 50%. Pensioni i 13 dhe po ashtu përmirësimi i jetesës së të moshuarve. Realisht, sa do të zbatohen në praktik këto masa ambicioze në këtë plan të publikuar në dokumentin e qeverisë këto ditë? Sa realisht do të rriten pensionet? Çfarë përmirësimi do të sjellë për jetesën e të moshuarve tanë, të qindra të moshuarve në mbar Shqipërinë, dhe plani i veprimit konkret, sa do të ndikoj, apo do të realizohet, do të jetë mundur realizimi apo jo, çfarë është kjo pensioni i 13, si do të përkthehet në shifra, jo rritja e moshës së pensionit, kështu që na ndiqni, do të jemi me ekspertin në orën 10:10. Ndërkohë, kemi një bisedë shumë interesante, shumë sfiduese për vetë iniciativën që një i ri nga Anglia, Sepp Ponari, ka ndërmarrë dhe këto ditë është përfolur shumë, është bërë viral plani i tij ambicios po ashtu, për të nisur nga Londra, Cambridge, me vrap dhe për të mbërritur në Tropoj për 40 ditë. Sot do të kuptojmë se në cilin shtet ai ndodhet, është drejt fundit të vrapimit të tij, një udhëtim që ai do të na zbulojë se çfarë qëllimi ka në vetvete, cili është misioni i tij, çfarë pret pasi të shkel në Tropoj, ku ai ka përmendur që do të shkojë direkt te vari i babait të tij. Misioni i tij është përtej një vrapimi. A është se Ponari në kërkim të diçka apo po lë diçka mbrapa? Na ndiqni në këtë bisedë interesante dhe po ashtu po interesante do të jenë dhe këshillat tona praktike që do të vinë nga eksperti i pastrimit të shtëpisë për të freskuar shtëpinë në këtë vap të tmerrshme, duke mbytur vapën me disa truke në kushtet e shtëpisë, që të ndërrimi çarçafëve, perdeve, pastrimi shtëpisë, i duhur, i heqja mënjan, i disa objekteve që janë të panevojshme aty, edhe këto janë këshilla të vlefshme për audiencën tonë. Tani do të shkojmë menjëherë në kuzhinë për të nisur me rubrikën e gatimit me Albanën. Mirë se të gjeta në kuzhinë, mirëmëngjesi edhe një herë, me recetat mira sot shishme përsëri, për ta mbyllur bukur dhe shishëm javën tonë. Kemi disa ëmbëlsira me sherbet. Është e premte sot, normalisht është një ide për të shturën, për të dielën, për të premtën, se edhe për të premtën, se çfarë? Kjo gojë shkret nuk pyet e premte hënë e martë e mërkur. Kur na vjen për të ngrënë, kur duam të ëmbla? Po më kemi ndonjë sebeb, kemi ndonjë ditëlindje. Ka njerëz që mund të festojnë sot për shembull. Po. Edhe unë për shembull festoj, s'është e premte. Është una diela, është o burra, ha Albana çfarë të duash. Fillojmë të hënëm dietën. Ah, bravo po. Regjim pushimo. Vishta Andronik i ke regjim pushimo. Çfarë është kjo receta? Jo, jo sheqeri. Albana është jo çdo gjë është e pamundur. Po. Haron që Albana ka qip se mamën e shkret. Unë jam me atë formulën që hapa nga të gjitha. E drejtë është, po ja. Trupi ka nevojë për gjithçka. Ka. Edhe për pak të ëmbël, për pak të kripur, po gjithmonë duke moderuar, pa e tepruar. Me këtë formulë. Nuk ndaloj asgjë tek ushqimet e mia. Kam sheqerin, kam mjaltin. Tu kam vendosur? Do bëjmë sherbetin të parë. Sherbetin, pra kam ujë, normalisht, kam sheqer, vendos gozhët e karafilit këtu, patjetër një shkop kanelle dhe e vë në proces termik. Tu ka mielin, kur flasim tek mielli, një miell për çdo përdorim edhe jeni rehat, e fleni mendjen. Po. Shtoni pak pluhur pjekës, sod, të dyja bashk. Do bëjmë kurabiet, sepse edhe strisha në ekranin ton ka zbuluar edhe recetën që do të përgatisim. Kurabie me sherbet, paralelisht përgatisim shurupin apo sherbetin dhe nga ana tjetër këto hapat që do të ndjekim për t'i formuar ato. Ja, shtuam mielin për çdo përdorim, plurin, pjekës. Të dyja këto i heq. Shtoj. Kanellën. Atë e kam lënë që ta kem. I trazojmë. Shtoj.
Pas miellit shtojmë vajin. Vajin. Unë do kem edhe më pak. Nëse ka më pak, normalisht që e shtoj sërisht. Më pak, nëse jemi në këtë gramatur që ne po gatuajmë, gjithmonë i kemi produktet në sasi pak më të limituar, krahasuar me përmasat e recetës që ne lexojmë në ekran, sepse ato janë përmasat tuaja. Për ato përmasa që ju do të zbatoni për gjithë familjen, se ne bëjmë porcione pak më të vogla këtu. Për shembull, në recetën tonë të shkruar kemi 1 filxhan çaj vaj ulliri, gjysmën e filxhanit me lëng portokalli, lëkurë portokalli, pak sheqer, 1/4 e filxhanit të çajit, gjysmë lugë çaj kanell, pak karafil pluhur, 1 prekje me 2 gishta, 1 lugë çaj pluhur pjekës, pak sot buke, pra 1 lugë çaj sot buke, 3 filxhan çaj me miell, për të parë këto raportet. Por edhe mund të operoni me sy. Sherbeti aromatik ka 2 gota sheqer, 1 gotë e gjysmë ujë, 1 shkop kanell, 3 gozhd karafil, gjysmë limon, lëngu i gjysmës së limonit, dhe mjalt, 100 gram mjalt. Kjo është receta e shkruar. Atëherë siç e kam limonin, një shtrydhje direkt këtu. Shtoj masën e mjaltit. Një përzierje të lehtë. Është tamam një shurup aromatik, sepse ka edhe karafilat, ka edhe kanellën, dhe këto janë shpërthyese në aroma kur kalojnë në proces termik. Lëkura ka jep një shije akoma dhe më specifike. Ja, dhe pjesa tjetër e mjaltit. Pra edhe shkopi kanellës, se të mjalti, se kanellën për shembull e përdorim kur duam të ekuilibrojmë të ëmblën, për shembull diabetikët kur konsumojnë për shembull një kafe ose kur konsumojnë ndonjë gjë të ëmbël, shtojnë edhe atë kanellën se si duket ekuilibron ajo ëmbëlsinë. Kështu që te shurupi, ky shkopi kanellës nuk është vetëm për aromë, ka edhe disa sekrete që përdoret. Po, në përgjithësi, në ëmbëlsirat që janë në përgjithësi, në ngjyrë të errët, kanella i shton një ngjyrë akoma dhe më tepër. Pra ka lindur si nevojë në fillim fare për të shtuar aromën edhe ngjyrën. Pra kjo ka qenë nevoja e parë e kanellës. Më pas, normalisht duke parë dhe benefitet, patjetër që posush. Shtoj lëkurë limoni ose lëkurë portokalli. Edhe ca pika kështu limoni, se për t'i dhënë, i largoj si që janë të gjitha bashkë. Edhe brumi nga pluri i kanellës, ka marrë atë ngjyrën kafe, të gjitha i ka edhur në tas albana dhe do t'i punoj për të formuar kurabiet. Dhe e filloj ta punoj Një për ambisat që kanë kohë dhe kanë mundësi, ku ka më mirë se edhe këto ëmbëlsirat, kur kemi një sebeb, kur na vinë miq, ti përgatisim vetë se e para e dim se çfarë hedhim aty në tas. Kemi të kontrolluar produktet që kemi zgjedhur. Dhe e dyta është ky rituali shumë i bukur kur ti gatuan ëmbëlsirat vetë, se i bërë komplet të orientuar tek industria. Bën një spërkatje. Ka më mirë se ja, ca kurabie këto rojnë, sa mund të rojnë këto? Po, tani faktikisht... Në dollap, do t'i pudrosim edhe me plur, besoj, në? Jo, janë me sherbet. Kur është me sherbet, gurabia është me pluhur, kurse këto janë biskota në sherbet, ose në mënyrën e sheqerpares. Por, çfarëdo që është me sherbet, nuk ke edhe shumë kohë që t'i lësh, sepse do filloj sherbeti do ngrihet,
Normalisht do kemi mundësi që t'i vendosim me pelikola, po sërisht nuk është aq komode që ne t'i lëmë. Prandaj, gatuajmë pak, majmë nga një nga dy. Vepro edhe Për shembull, unë kur gatuaj një, dy, bravo, shkoj në frigorifer dhe ekzekutoj. Edhe them, më vjen keq ka sepse kam vërë mund, ama janë lekte. Ja, nuk e dhe asgjë, jo, absolutisht. Edhe kur bëhet fjalë për ëmbëlsira, po edhe kur qëndrojnë në frigorifer, kanë dhe më tepër lezet shija e tyre. Mos u shqetësoni, po ta shikoni tamam, shiko. Është tamam si puna e rërës së lagur kur je në breg të detit. E njëjta gjë është që fillon sado që ta ngjeshësh, po ta ngjeshësh shumë, ti fillon ato plasaritjet. Pra kërkon që ta punosh. Ose si puna e hallvës, do thoshte dikur, se kjo pamja për shembull që shikojmë ne. Hallva është e gatuar. Hallva është e gatuar dhe e ka marrë këtë ngjyrë dhe këtë rezultat pas gatimit, e kuptoj. Kurse këtu është tamam si puna e rërës, që kur kërkon ta ndërtosh kalan, do pak teknik. Se bie shpejt. Sa më forcë ta kemë këtë, unë nuk e kam në rregull. Që kështu e punoj mire, jap një çik sheqeri, jap se sa për. E punoj të tillë, mos u shqetësoni fare, përse nuk zihet brumi, absolutisht. Ky brum duhet të qëndroj si çdo brum tjetër? Duhet të pushoj pak, apo? Atere, jo mi pse, fare nuk e lëm të pushoj. Të piqen, ja kemi marrë një zgar, po, mund të quhet një ajo pjesa e furrës, ku vendosim edhe tepsit, për t'i pjekur kështu. Pra, jo në tepsit, do t'i pjekim në këtë rjetën. Si do t'ja u them edhe përsen. Do t'ja u them edhe përsen. Përse në zibim në rjetë. Bëj një larje të duarve mire, edhe kthehem për të thënë sekretin e rjetës. Form të çfarëdosh. Zgarës. Duhet keni parasysh që sipas specialistëve të kujdesit shëndetit, kam dëgjuar, me të dëgjuar dhe me të lexuar e kam, që për personat cilët konsumojnë ëmbëlsira si puna Albanës, që i kanë qef ëmbëlsirat, përpara se të konsumojnë ëmbëlsirat, mirë është që të hanë një grusht me arra. Për të ekuilibruar ndoshta sasin e sheqerit, të mos ju bëri dëm, të mos ju bjerë rëndë ëmbëlsira. Konsiderojeni një herë. Hajde, ti vendosë kështu direkt, po e marë rjetën. Nuk është e rëndësishme forma që ne u japim. Unë nuk dua t'i bëj. Dëmë thëmë, këtu është ai rast ku themin e nuk ka rëndësi përmbajtja. Përmbajtja duhet, forma jo. Se ne na duhet përmbajtja në çdo aspekt jetës. Opa, çike dhe filloj tani. E shikon në qoftë se ja, atë çfarë thash unë. Në qoftë se ne duhet i lagim duart. Që të ngjeshet mirë, ti marri këtë formën solide, kompakte. Nuk do synojmë apo pretendojmë që ti përgatisim në forma të mëdha, apo të kemi shumë në numër, pak e sakt për të provuar dhe për të shijuar një ëmbëlsirë ndryshe me një aromë karakteristike që i jep kanela, po ashtu dhe pak nga karafili në pjesën e shurupit. Ja, do fillojmë tani ti vendosim të gjithë topthat e gurabjeve të kjo rjeta. Derisa të mbaroj Albana dhe pjesën tjetër të brumit, ne do të rikthehemi me njëherë pas mesazhit promocional, kështu që ju presim duke ju treguar dhe përfundimin e recetës së gurabjeve me sherbet, pas pak. E tani të përfundojmë edhe gurabjet tona, jemi drejt fundit të recetës tonë të parë, recetës tonë të ëmbël, kemi sjellë për ju një recetë të gurabjeve me sherbet. Edhe një do të lexoj përbërësit, Albana është duke finalizuar dhe sasin e fundit të brumit, diku 12 copë, ja të shohim sa do të mbushim edhe rjetën tonë për t'i pjekur më pas ato. Shohim së bashku çfarë përmbante kjo recetë. Pra, po përgatisim, si thash, gurabie me sherbet, 1 filxhan çaj vaj ulliri, gjysmë në filxhanit të çajit me lëng portokalli, pak lëkur portokalli ose mund ta zëndësoni fare mirë portokallin edhe me limonin, sheqer 1/4 e filxhanit, gjysmën e lugës të çajit ta keni me kanellë, pak më pak çerekun me karafil pluhur, 1 lugë çaj pluhur pjekës, 1 lugë çaj sot buke, 3 filxhan çaj miell. Përgatisim paralelisht edhe sherbetin aromatik,
që përmban 2 gota sheqer, 1 gotë e gjysmë ujë, 1 shkop kanele, 3 gozhd karafil, gjysmë limon, lëngu dhe 100 gram mjalt. Ja tek e keni, 12 copë kemi përgatitur. Tani do t'i japim? Japim një formë. Tani ne zgjodhëm t'i pjekim kështu, në këtë rjetën. Që e kanë kryesisht disa fura. Jesh, ja. Bëj vetëm. Kjo rjeta është për ajrosje, për t'u pjekur mirë lart e poshtë dhe gjithë gurabia është si më e ajrosur. Është një arsye, akoma dhe me fuqishme, pse vendoset në rjetë, sepse poshtë vendoset tava dhe shërbetoset poshtë tavës, po. Edhe nuk ka nevojë, sepse fillon edhe ngjitet edhe këtë probleme. Pra për procesin më pas të shërbetosjes, e kuptova. Ku ka sherbet, ka edhe arra. Arra, pa tjetër, është... To ka ardhur gjithmonë nga gatimet ara, nga gatimet turke, sidomos nga Izmirni. Ose më ndryshe nga Andaluzia. Ja, pak sa këtu, nga një qikës. Gati, e vendosim tani në furrë, në çfarë temperature, në 200 gradë? Unë e kam në 200, e marr, i ul pak nxehtësinë. Kështu siç janë. Te 200 dhe direkt për aksion. E vendosim, do t'i lëm pak minuta sa të shohim që janë pjekur. Duhet të piqen mirë, sepse më pas do t'i shtojmë edhe sherbetin, kështu që duhet jenë të pjekura mirë, që të mos qullen shumë nga sherbeti dhe të ruajnë atë formën e tyre të rumbullakët që i vendosëm. Kalojmë tani, ju prezentojmë me recetën pasarse, recetën e dytë. Kemi këto makaronat klitharashë. Ja shojmë pak recetën se çfarë përmbani, zbulojmë së bashku se për çfarë bëhet fjalë, një gjell apo një sup apo një gatim që ka në përbërje këto makaronën klitharash në formë elbi. Ka perime gjithashtu, ka dhe salam i saj, kremviçe e tymosur, makarona me salam dhe patlıcan. 2 patlıcan të vegjël, 1 qep e njom, 1 filxhan kafeje vaj ulliri, 10 speca të kuq të gjatë, 2 domate të pjekura, 1 gotë makarona, 1 lug çaj krip, 1 lug gjelle gjalp, gjysmë tufe majdanoz, 1 lug çaj spec djegës, ose dhe spec i ëmbël. Salam si pas dëshirës. Dëshira jonë është kremviçe e tymosur i saj, sepse ka një cilësi në përgatitjen, paketim, në ambalazhim, në shije, në përzgjedhjen e lëndës së parë. Sot do të gatuajmë me këtë. Kremviçen e tymosur, ka një aromë karakteristike, kush e ka provuar, dhe i saj kujdeset që të ketë një shport dinjitoze, plot e plot me variante nga më të ndryshme dhe më të larmishme, si nga paketimet familjare, ashtu edhe ato paketimet e tjera më të mëdhaja, siç e shihni edhe në klipin që i saj vën në dispozicion për shumë llojshmërinë dhe për frymëzimin që na jep përgatitjen e recetave të ndryshme, prosciutto, sallame, salcice, të gjitha të një cilësie maksimale. Fillojmë tani me hapat e recetës. Okej, me patlıcanin. Direkt në... Kur kemi një patlıcan të freskët, normalisht e mirat mira vëshën e ta kalojmë në ujë, ta lëmë në ujë me krip, diku te 20 minuta, 30 minuta pa tjetër, derisa krijohet ai lëngu ngjyrë kafë, ne e largojmë. Është patlıxhani i freskët, është pa fara siç e shikoni ju dhe që kështu nuk është shumë e nevojshme sepse nuk më ka idhësirë. Sërish pra kam një patlıxhan mesatar ose 2 të vegjël
që mund t'i doni ju. Kam qepët e njoma. Me gjithë pjesën jeshile dhe me pjesën e bardhë të tyre. Do t'i lë të kaurdisen. E dim që patlıgjani e përthit shumë mirë yndyrën. Zëvendëson mishin dhe sikur se themi për specat që është ngjali i tokës. Janë tani të sezonit. Do janë të popullit, shprehjet e popullit, po. Të skuqura, të mbushura në turli, në gjell, në tavë, të mbushura me djathë, të mbushura me gjis, gatuara në për gjell të ndryshme, të pjekura, turshi. Çfarë nuk mund t'i sjellim specat? Jeshilet dhe të kuqet. Të kuqet kanë më tepër vitaminë C, jeshilet kanë më shumë hekur, janë më antioksiduse këto të kuqet. Tani i zgjedhim kështu si pa merakë, se janë dhe të sezonit. Largoj, çfarë është, largohet vetë nuk e largoj unë, çfarë është pjesë e tepërt e këmishës të qepa. Në momentin që largohet është e pa dëshirueshme. Në jetë jo të gjithë i duam dhe jo të gjithë na duan. Kështu kemi dhe të qepa. Kështu funksionon jeta. Nuk ka asgjë që nuk zëvendësohet. Zëvendësohet dhe gjithmonë veten e gjen kudo që të shkosh. Kështu është edhe ky gatimi im këtu. Ja, e gjen veten. Kaudisim pak. Aty ku duhet. Dhe aty ku e meriton, këtu, në këtë gatim. Tani do t'i lëm të zbuten pak që të shkëputemi për reklama, apo do t'i shtojmë ndonjë nga perimet e tjera? Dhe sa bëjdo në prerjet shumë në regull është. Tem gati, kështu që është momenti i reklamave për të falendëruar mbështetësit sponsorit tanë. Gjithmonë jemi mirënjohës për dedikimin e tyre, për kohën dhe mundësinë që na japin që ky emision të jetë çdo ditë në ekranin e Report Televizion. Ka publicitet, rikthehemi shpejt. Mirë se erdhët në pjesën e dytë të gatimit për sot. Kemi nisur me një ëmbëlsirë, me gurabie me sherbet, kemi vazhduar dhe po ju prisnim që t'ju tregonim hapat e përgatitjes makaronave me perime, me salcice, makarona në formë elbi. Kemi nisur me kaurdisjen, me patlıgjanët, me qepën e njom, pjesën jeshile dhe të bardhë. Bëjmë gati dhe specat e kuq, për t'i dhënë ngjyrë gatimit. Janë më mishtor, kështu si speca dhe janë shumë mirë për gatime. E lë të mas këtu. Në tjedhim dhe një sy gurabieve? Edhe shumë pak, edhe shumë pak do, sepse e kërkon atë minutajnë. Kanë kryuar ato të qarat e dukura, kanalet e voglar, brënda të cilave do të depërtoj edhe në sherbeti. Do të shtoj specin, tashmë e dim që i shkon shumë mirë salsës së domates, e largoj. Opa, këtu, në 4. I jap një dhe e vendos në nxehtësi tenxhere. Kam dhe domaten tjetër. Bëhet një salce plot dhe me ngjyrë të theksuar të kuqe. E keni vënë re, besoj që kemi hequr dorë
nga përdorimi shpesht i mishit, sepse ka aq perime tani në verë, sa duam që të zvendësojmë para. Edhe proteinat e mishit duke i integruar shumë perimet në dietën tonë, se është dhe vap tani, dhe pjesa e tretjes dhe metabolizmi tonë është pak më e ngadalt. Normalisht. Kaq, do përdorim shumë perime dhe do respektojmë atë skemën që themi. Po. Dhe pse ne jemi një emision që duhet të japim të gjitha gatimet si që duhet, por... Edhe edukimi. Ka dhe brënda pak informacion. Edukim, ndërgjegjësim. Shtoj dhe pjesën e dytë të domates, e largoj dhe lëmë njanë, iku dhe kjo pjesë. Marë, vichet. Tani besomën e se kjo është pjesa më. Atë aromën e tymosjes, aromën e erzave të përdorura. Janë më të lehta këto kremviçet. Po. Ndaj dhe i zgjodhëm për këtë recetë. Tiganin. Pjesën e gjalpit. Opa, në shtratin e zjartë, ku vetëm i saj ditit i merte flakën Prometeut. Ja. Dhe duhet të nxjerrim më të mirën e aromës aty. Dhe shijen të ne. Ja. Do u dojgjaj qika. E pa që nuk pastrova enën, tenxeren, e lash me aromën e qepës çfarë ka urdhisa unë këtu dhe të patlıxhanit. Ju për të doni mund të shtoni erëza të ndryshme. Unë për shembull, të shtoj turmerik është mirë, se jep atë shijen e duhur. Derisa të filloj kjo zbutja, dhe zbutja jo skuqe, të jetë zbutja e duhur, se gjatë zjerjes, ajo shkrihet. Është të vetëm tek salcicet, tek kremviçet ne nuk duhet i heqim lëkurën, se s'ka nevojë. Turmeriku jep dhe një ngjyrë të bukur, dhe do mos të shtojmë makaronat. Jep aromën. Dhe ku është ndryshimi? Është ndryshimi vetëm si tek soda me plurin pjekës, që pluri pjekës ka të njëjtat veti, por ka aromën. E njëjta gjë është këtu, marr dhe një kaurdisje, shiko tani. Do dali një super shije. E kjo kaurdisja, kjo përzira dhe ku këto piqen, marrin atë aromën e... Nuk i rezistoj edhe dot. E veçantë. Nuk i rezistoj edhe dot. Plus që edhe nga vetë përpunimi që është bërë kremviçes, tymosja, aromat që përmban, e çliron akoma dhe më tepër në... Ka nuk i skuqëm, thjesht i ngrohen pak, sepse ato edhe ashtu si që janë dhe konsumohen. E, provon dhe në qik Albana, se ka neps. Ama se vetëm nepsi nuk ka protokoll. Absolutisht jo. S'ka protokoll. Po, një super arome dhe një... E ndjen atë vullosje, në? Vullosje e duhur, e shijes. Jo, unë kam fituar imunitet faktikisht, nga që si jam bitigan, jam kështu si e menjanuar, edhe kaq vite me thë drejtën kam fituar imunitet. E përballoj mirë. Shtoj këtë salsë të kuqe, direkt. Normalisht do shtoj dhe pak ujë këtu. E ndihmon që të mos ngjitet me njëherë domatja. Ja, një përzierje, shiko, salsa, një ngjyrë e duhur.
Ja pra ja shpesher, kur ju nuk doni të bëni mish, normalisht ju proteinat i keni, si me mishën, si me sallamin. Pra kjo është më mirë zgjidhni kremviçet, është ushqimi më i lehtë, patjetër që është më i lehtë. Dhe na duhet, fundja, tash ne të largohemi pak. Kemi nevojë për çdo gjë në trup. Arrivon pak të këtu jarik. Le të shtoj. Pra, në fillim fare do një përzierje derisa, sepse ka një veti, për shembull këtu ka një veti që fillon, i heqim edhe do t'i sjell tani ngjitet makarona, kritharaqi, ngjitet. Që kështu e përzierim vazhdimisht me nxehtësi pak më të ulët derisa ne do të shtoj. Erdhën. Të sa po pjekura. Po i lë kështu dhe pastaj i komentojmë dhe i shtojmë sherbetin. Masën e kripës. Pakës piper. Bukovo ose piper i kuq, djeks i ëmbël në far. Kemi masën që mua më duhet. Do të shtoj patlıxhanët e gatuar, përse? Sepse i jep një shije më të veçantë i jep. Ne zuam ne, është shija më e veçantë. Opa, të gjitha këtu. Sikurse do të shtoj dhe specin që unë, specin e kuq, rrallë herë ka urdiset speci kuq. Shtohet i tillë, është mishtor. I largoj unë të gjitha. Faleminderit. Një përzierje të duhur. Pakuj dhe i lëm të zinë derisa makaronat të marikon e tyre. Unë nuk dua që të më marikohen dhe direkt një letër alumini këtu ose në të kundërt siç e marr, se si tetanikat nuk presin shumë gjatë. Direkte në furr. Vetëm një kujdes që kur ta heqim do na duhen dorezat. Mirë, japim pak më tepër kohë vëmendje aty tek furra për tu zjerë dhe për tu ajkosur, sepse furra jep edhe atë cipën ajkosin në sipërfaqe dhe detyrimisht edhe shijen. Tani merremi pak me gurabiet, sepse ndoshta është momenti që t'i shërbetosim ato. Dihet që kur bëjmë një shërbetosje, njëra nga kujdesa është e nxehtë. Nga produktet do të jetë e vakët, tjetra e nxehtë. Në rastin ton, gurabiet janë të sapo nxjerra nga furra të nxehta, ndërsa shurupi ose sherbeti është ftohur pak. Nuk do t'jenë të zhytura në, si të thamë, në sherbet, po do t'jenë. Largoj lëngun e limonit bashk me shkopin e kanellës. Pra, të marrin aq sa duhet nga sherbeti. Dhe si që shikni, nuk ka rrezik që ato të ndahen apo të thërmohen në një farë mënyre. Marrin ato sherbetin që duhet, pra një njomi dhe janë si që janë. Më janë këtu. Dhe filloj me recetën e tretë, shpejt. Hajde të lexojmë fillimisht produktet, janë një pamje fantastike e gurabijeve tona të sapo sherbetosura. I lëm që të ftohen dhe shumë të mira. Gjellën e kemi vendosur në furr. Do kalojmë tani tek receta e tretë. Regja do të më ndihmojë më njëherë me produktet e saj. T'ja u prezantoj fillimisht dhe i gatuajmë duke ndjekur procesin hap pas hapi. Kemi speca, përsëri speca të kuq, të pjekura i kemi tani, dhe do t'i shoqërojmë me patlıxhan. Pra patlıxhan me speca të kuq. Ju duhen 4 patlıxhan të gjatë. Pse e kemi cilësuar? Sepse kemi dhe ato patlıxhanët buçko që janë rrumbullak, që kanë dhe një ngjyrë vjollës ose që janë më të shkurtër, po ju duhet në këtë rast patlıxhan të gjatë, 1 filxhan kafeje vaj ulliri, 1 gotë vere kuqe, 1 lugë çaj krip, 4 speca të kuq, 2 thelpinj hudhër, 2 lugë çaj buk e thekur e grirë, 1 lugë gjelle lëng limoni ose uthull, 4 lugë gjelle djath i bardh, krip, piper i zi. Le të tregojmë tani si do ta gatuajmë këtë recetë.
Largoj tiganin. Heq. Dhe filloj. Në një tas. Në një tas shtoj specat që unë kam pjekur. Kam hequr lëkurën. Asa të mira që janë këto edhe për t'i konsumuar në atë salatën. Po. Edhe kështu si që janë me pak uthull, hudra dhe vaj ulliri, pak majdanoz, e kemi sjellë këtë recet në si tip me zeje kështu. Marë. Dhe dhe cafara, unë vetë. Këllet të jenë dhe cafara. Pra mu morëm me specat, i lëmë njanë të pjekura, të coptuar në kubik. Pjekja sa të zbuten, i heqim ndoshta pjesën e lëkurës, edhe pse këto të kuqt janë pak më të thjesht dhe nuk... Në një qese i vendosim, derisa të djersitet, edhe të tilla. Nuk largojmë lëkurën nga domatja, se nuk më duhet salcë. Ja. Kjo do jetë si tip salate, apo është si gjellë? Do jetë mbushur. Normalisht. Pra ne, paraprakish po përgatisim këtë pjesën e të mbushurës. Merremi tani me patlıgjanët. Kam pjesën e galetës. Marr thelpit e hudhrës. Nuk më duhet të jetë pelte, po më duhet të jetë e prerë. Dhe ju e keni parë vazhdimisht që unë përdor gjithmonë në shumicën e kohës përdor prerjen me thikë. Shtoj mas kripe, mas piperi, lëngun e limonit. Vendos tiganin në nxehtësi. I largoj dhe i lë pak sa. Marr. Ku e kemi? Pra kjo këtu është mbushja e patlıgjanëve, që japim dhe një kaurdisje të lehtë. Speca, domatja, odhëm tjetër galetën, hudhrën, krip, piper. Këtu tek tasi, ku e ndoqët. Specat pak të pjekura dhe të prera në kubik. Tani patlıgjanët, një ndarje të lehtë dhe vendosur me vaj në tigan. I lëmë bisht.
kam edhe pjesën tjetër. Filloj. Shtoj. Yndyrë. Në të kundërt ju i vendosni të piqe në furrë. Shtoj. Masën e kripës, sikurse dhe i vë paksa kapakun. Derisa të djersitet. Me këto mbarova punë. Këtu. Do t'jetë në furrë kjo recet, apo jo? Do t'i vendosim që të Po piqen të aty duam në furrë, po të duam... Përfundon dhe në tigan, sa ty zbute. Si të duam, po. Si të duam ne. Bukurim. Marë një lugë. Ne japim një përzierje, se duhet që të shpërndahen ato shijet, aromat, të ndërthuren me njëra tjetrën. Pra, një nga format më të thjeshta që mund t'i përgatitet se t'i mbushet patullxhanit. Kemi sjell pafund dhe oka receta me patullxhan. Sa të duash janë recetat. Të mbushura, çfarë s'mund të gatuash me këtë perime? Mbushja është e kuqe, me speca të kuq, me domate, krip piper, pak galet dhe me bimë aromatike me majdanoz. Largoj koçanin? Drejt fundit jemi të hapësirës? Po, jemi në 4 minutëshin e fundit për t'ju bërë një përmbledhje se çfarë solli rezedielli në gatimet e sotme. Teksa bëjmë gati dhe bimët aromatike për t'ja freskuar shijen mbushjes së patullxhanëve. E kemi nisur me gurabie të ëmbla, me të shërbetosura, me këtë ëmbëlsirë. Kemi vazhduar me gjellën që do ta sjell pas pak në tryez, gjellën me makarona në formë elbi dhe me perimet që i gatuam paraprakisht, dhe me recetën e patullxhanëve. Patullxhan me speca. Për recetën e patullxhanëve po ja u lexoj edhe një herë, sa t'jenë gati për t'i shtuar mbushjen brenda tyre. Kemi marrë 4 patullxhan, ju mund të merrni më shumë sa dëshironi që të keni në tryez. Mund të përgatisni edhe për të nesër, nëse këto mbajnë dhe shija është akoma dhe më mirë madje kur janë të ftohta. Një filxhan kafe e vajulliri, një gotë verë e kuqe, kemi krip, kemi speca të kuq, 4 speca të pjekur, 2 thelpinj hudhër, 2 lugë çaj buke thekur e grirë, 1 lugë gjelle lëng limoni ose uthi, 4 lugë gjelle djathë të bardhë, të fërmuar, prandaj është dhe me lugë gjelle, dhe krip piper i zi. Atëherë, a ju ka ndodhur ndonjëherë? A ju ka ndodhur ndonjëherë ndryshim plani? Po patjetër që ka ndodhur ndryshim plani. Po se mos vetëm një herë. Ja, u skuqëm patullxhanët, se kanë edhe atë pjesën e ujit të tyre. Shtoj. Është e njëjta gjë, thjesht ndryshon ekzekutimi i recetës, asnjë gjë tjetër. Yndyrë. Masën e piperit. Shtoj më pak. Shumë më pak. Shumë më pak verë. Jo për shuarje, që të bëja të kësht, absolutisht. Thjesht për aromë. Një shtratë. Pra këtë mbushje nuk e vendosëm brenda patullxhanëve, po e krijuam këtë shtratin në tigan, në të cilën do të vendosen dhe patullxhanët. Majdanozi. Vendos patullxhanët.
I largoj. I largojmë të gjitha, sepse ne Shtoj. do të sjellim edhe Domaten gjellën. të tillë. Shtoj. Pakës galet për përthithjen e lëngjeve. Masën e djathit. Opa, sa bukur. I përfunduam ja dhe djathin, një spërkatje me djath të thërmuar dhe ai ndryshimi i planit rezultoi akoma dhe më mirë. I njëjti. Po, shija është e njëjtë, padyshim. Mbushja dhe patlıxhanët. Për më tepër, për t'ju referuar dhe njëherë për t'i parë si u gatuan recetat tona, mos harroni të na klikoni në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, na bëni subscribe dhe ju falenderojmë për çdo klikim dhe shkrim koment aty. Faleminderit Albana, fundjavë të bukur. Dashurim. Të lumë shinduar. Qemi pas pak, mos harroni, do të flasim dhe për pensionet. E lajmërova që në hyrje të programit do të kemi mundësi të bisedojmë tani me një të ri shqiptar i cili këto ditë është bërë, le të themi, në vëmendje, ka marrë vëmendjen e madhe të mediave për vetë nismën, iniciativën që ai ka ndërmarrë të niset nga Anglia, nga Cambridge ku jeton prej 16 vitesh dhe të shkojë në Tropoj në vendlindjen e tij me vrap. I duket si histori e përsëritur nga ata që kemi komunikuar shqiptarë cilët marrin iniciativa të tilla, po Sep Ponari do ta tregoj tani se çfarë e shtyu të marrë përsipër këtë sfidë kaq të jashtëzakonshme. Sep, të përshëndes. Faleminderit shumë për gatishmërinë tënde që pavarësisht sfidës që ti ke, ti japësh edhe intervista nëpër media. Falenderoj shumë. Më thuaj pak në cilin shtet apo qytet ndodhesh, nga ku je duke ecur, duke vrapuar, se ne të gjetëm në këtë rrugtim ende duke ecur. Që momentalisht për herë, sepse normalisht për bisedoj edhe, sikur vrapoja dhe ishte e vështirë, edhe është më natyrale, kështu, të shohim duke ecur. Momentalisht jemi në malin e zi, qyteti nuk e di, besoj afër Tivat diku, një 20 km nga kulturë. Dhe kjo sfidë filloi me datën 10 maj, muajin që kaloi, para 35 ditëve. Por realisht si ide filloi para 2 viteve. Po çfarë të shtyp? U fillova të vrapoj me 9 janar të 2023. Për herë parë. Po. Edhe gjithmonë kur futem bëj diçka, futem domethënë me kokë shëzhyt. All in, si thonë atje në Angli. Edhe duke vrapu kështu nëpër Cambridge, ne bësha 20-50 kilometra. Thashëm, po sikur ikin Tropoj me vrap. Sa të vdeste. Edhe ideja lindi. Një për shpesher e flasim, thonë që do bëjmë shumë gjana dhe nuk i realisht nuk i ekzekutojmë. Ngelen ide. Edhe këtë vit, babai bën 10 vjet që ka ndru jetë. Me 23 qershor të 2015 babai ndroi jetë edhe ishe i fort realisht, moshën 66 vjeçare. Ikë përshën të masdite dhe nuk unë drejtë mo. Edhe më rasi shok. Edhe asjerë dhe më thamë, një farmënyre më shdash të pranoj, por gjithmonë kam pas vështërsira që nga ajo kohë edhe thash do të vrapoj nga shtëpia ime ke shtëpia babait ku pushon në Tropoj. Dhe do t'ja dedikoj këtë sfidë babait. E ke përmendur këtë pjesë, të ndodh shpeshherë që ta kujtosh babain tënd gjatë këtij udhëtimi, gjatë vrapit, çfarë momente të vinë në mend gjatë kohës, që duket sikur kjo është një ecje jo vetëm fizike, po edhe shpirtërore në këtë kuptim, apo jo? Absolutisht, është pa mundur, nëse nuk ke një arsye të fortë mjaftueshëm, fiziku nuk mjafton, do të kesh një mendje shumë të fortë dhe mbi gjitha një arsye. Sepse ditën e 3 dhimbja ishe aq e fortë, sa e kam të vështirë ta përshkruaj. Edhe më kujtohet domethënë një zot që më erdhi dhe ishte zoni i babit edhe më thotë, "Çau bab, çau." Edhe unë grejta, sepse isha domethënë i gatshëm, dorëzohem, jo se desha më ishte domethënë shumë vështirë. Kështu që mendja edhe arsyeja, mendja e fortë, edhe arsyeja pse e bëj diçka tillë ose çfarë do të jetë ajo.
duhet jenë primare, dhe më thonë, pas qëllimit që ke bu. Po. Se si e përfytyron ti, si e imagjinon ti atë momentin kur të mbërish në Tropoj dhe të shkosh tek vari babait tënd? Pas 2750 kilometrave vrap që ke bërë pikërisht për të. Kam derë shumë lot këto ditë. Këto 35 ditë kam qajt shumë. Besoj se kam qajt në herë njëtën time. Edhe unë besoj që është edhe lirim nga e kalumja. Sepse gjithë kemi historitë tona, të kalumet tona. Ato plakët tona që fatkesisht edhe fatmirësisht nuk shifen, sepse janë brendshme. Kështu që besoj Të ka bërë mirë kjo... do jetë shumë emocionale. Të ka çliruar sa do pak, apo jo? Absolutisht. Kjo sfid mu po më transformon. Jo po më ndryshon, po më transformon edhe uroj, edhe një nga qëllimet e mia është që të arrijë nëpërmjet eksperiencës time, të shpreh edhe të ndihmoj dikë tjetër që të marrë vendim, ndryshoj jetën për mirë. Kjo është një nga qëllimet e mia. E ke shprehur dhe në le themi mediat e tua që ky është nuk është vetëm një udhëtim fizik, po është një udhëtim shpirtëror për njeriun tënd të dashur, por mbi të gjitha dhe për të mbështetur një kauzë botërore për personat të cilët vuajnë nga problemet e shëndetit mendor. Cili është mesazhi ose le themi ajo thirrja jote e brendshme duke vrapuar dhe duke shërbyer, qoftë në mënyrën shpirtërore dhe qoftë në mesazhet që ti përcjell përmes këtij udhëtimi që është kaq sfidues dhe kaq i vështirë sa pas pak do të flasim edhe për vështirësitë që ti has në vrapimin që bën. Mesazhi im është një që është e mundur. Jo vetëm thjesht për ato që kanë ëndra ndërtojnë një biznes, të bëhen milionera, të blejnë shtëpia të mira dhe makina, të thash. Por edhe ai që do të diplomohet në një karrierë që e ka ëndër, ose gjitha një person që s'bo do të një hap të dal nga dhoma, sepse është mbyll. Flas nga eksperiencë personale që i kam kalu gjitha. Kam pas ëndër prap një biznes për të kanë besuar asnjëherë. Tash i punësoj mbi 50 persona. Kam pas një ëndër të bëj financat, tash jam financiarisht mirë. Kam pas një ëndër të kem një familje, dhe tash fatmirësisht, dhe më ka beku Zoti, kam një familje të mrekullueshme, dy kalamaj. Mirë, por gjoja më e vështirë. Gjoja më e vështirë për mua ka qenë ta besoj, jo ta arrij. Dhe shpesh pasi i kam arrit të gjëra, më ka astis të mbyllën në dhomë, s'kam dalë nga dhoma. Sepse shëndeti mendor është një problem shumë i madh në këtë botë. Edhe unë duhet që të them, është e mundur, ti mundesh, ti duhet besosh në vetvete dhe të bësh një hap. Një hap, pastaj një hap tjetër, në radhë, mos dorëzohesh. Sepse ne duhet të ndryshojmë gjërat shumë sekonda, po ca gjëra duhen më shumë kohë se ca tjera të ndryshojnë. The që ke qenë pikërisht në këto momente të vështira që mund të ketë duke kaluar çdo kush që është duke na ndjekur, kush ishte personi ose motivi që ty të nxori nga errësira e dhomës për të parë dritën e diellit? Unë i kam zbulu vrapjen të jetë një terapi fantastike për mu. Normalisht që kam pasi e kam fillu vrapjen nga pas vështirësi, krahasisht të vesh atletet, të bëhem gati edhe të kthehem prapë në dhomë, sepse s'kam dalë dot për jashtë. Edhe normalisht bashkëshorti është njëri shumë i mirë, e du shumë, kam një familje me te që jemi shumë të kënaqë. Është shqiptare bashkëshorta? Është shqiptare, po, edhe është nga Tropoja, edhe ja. Mirë, po shpesher me ka gjyku. Edhe më thoshte, po qatje, po pse, po qysh. Edhe gjoja ma e kollaj që bëjmë këtë botë është gjykojmë. Gjoja ma e vështirë është kuptojmë.
Edhe shpeshherë ne duhet t'i dëgjojmë këto njerëz. Jo t'i kritikojmë, jo t'i këshillojmë, thjesht t'i dëgjojmë. Por ato e kanë frikë. Ne kemi frikë të flasim, sepse direkt, po jo mërsi e mirë, ke biznes, je i shëndetshëm, je i ri, ke një familje, i ke gjitha, pse si e mirë? Po ta disha, s'do isha në këtë gjendje, kështu që ka shumë njerëz që realisht duken aparent si janë mirë, por jashtë që si janë mirë, edhe unë vrapin e përdor si vegël, një farë si terapi, për të dal nga ajo, si ta thëmë këtë, për të dal nga ajo situatë që të izolon, e kuptoj dhe shumë mirë. Ashtë duke të më thënë, ashtë e vështirë të dalësh. Sta me i pikë dhe më shkon ku të duke të pa mundur. Por ama nga dy hapa që ti hidhje, nga dhoma deri te dera e shtëpis, tashmë ke bën 2750 dhe është një fitore e madhe. Është një sukses dhe një frymëzim që duhet të ketë kushdo. Mund mos bëj askush 2700 hapa, por mund t'ja dalë, mund të frymëzohet, mund të bëj një vrap më të lehtë dhe mund të ritakoj përsëri veten e vet. A disa mesazhe marron që më falenderojnë edhe më thonë që falenderit, kam fillu të vrapoj, kam fillu shkojnë palesë, kam fillu këtë. Edhe ajo, për mua është çdo gjë. Ai është suksesi më i madh. Nuk ka shumë parash që mu ma zëvendësona ndjenjë. Mirë, po ku është problemi? Që du t'i rrim gjithë. është kollaj ta fillosh, por është ta mash ritmin. Sepse ai momenti që e ke parasysh frymëzohesh edhe e pjatë momentum, nuk e di se si më ta them shqip, por e pjatë eksitimin, domethënë emocionin e adrenalinën e parë, po duhet mbajtur. Po ajo nuk zgjat. Shumica e njerëzve vitin e ri thonë, okay, këtë vit do vin forum, do gjej personin e duhur, do gjej punën e duhur, do bëj lek, do bëj këtë, do bëj atë, dhe në mes të shkurtit, ti bie jo më shumë se 6 javë. 90% e njerëzve dorëzohen, i kanë harru, jo dorëzohen, i kanë harru fare ato qëllime që i kishin bu vetës. Kështu që nuk është kollaj, por është e mundur. Pra po këthejmë të një mesazh. Dhe vërtet dhe faleminderit që në çdo hap që ti kalon, jep dhe një mesazh për publikun dhe për ata që të ndjekin, dhe më bëhet qefi që po të shoqërojmë në këtë ecje, sa do të shkurtër, por që për të dhënë dhe mesazhe dhe për të treguar realisht se çfarë fshihet pas gjithë kësaj iniciative që duket si e çmendur kur e shef, duket si diçka që mund të jetë përsëritur nga të tjerë, po kauza për të cilën ti e ke ndërmarrë është vërtet për t'u admiruar, për sfidën e kohëve moderne, për problemet e shëndetit mendor. Më numëro pak shtetet nga Anglia deri këtu ku ke mbërritur tani në Malë të Zi. Anglia ka qenë shteti numër 1 që normalisht jetoj. Po. Anglia ishte 220 kilometra. Pastaj Franca ishte 650 kilometra. Gjermania 450 kilometra. Austria 330 kilometra. E di sepse i ka bëmë këtë kom. Edhe kjo ora regjistron çdo gjë, domethënë. Kjo është e lidhur me një software Garmin që transmeton në një aplikacion tjetër që quhet Strava. Gjitha informacionet aty, domethënë, kjo është e pamundur për ta manipuluar. Vetëm në mënyrë që mundesh me manipulu këtë, më ia dhon orën dikujt tjetër. Po unë besoj kam vështirë ta gjej një person që vrapon 2700 kilometra për mua. Dhe sa i bie përafërsisht, sa kilometra bën në ditë ti Seb? E ke llogaritur? Dje kam bërë 70, mesatarisht qëllimi jon ka qenë të bëjmë 70 kilometra në ditë. Por unë do arrijë 2 ditë para në destinacion të Indjeri dhe mesatarisht do të jetë 72.5 kilometra në ditë. Përafërsisht edhe sa ditë, orë të kanë mbetur të mbërish në Tropoj? Se llogarit do të me hapa unë. Jo, asun me të drejten, por do më thënë, sot është e prejnë. Ku pretendon të shkosh në Tropoj? Të dielën? Në Tropoj, unë do arri në Tropoj të hanën jo më vonë se ora 6 e pasdites. Kjo është qëllimi jem. Sa po të hysh në Tropoj, do të shkosh direkt tek Varezat, apo jo? Direkt, destinacioni jem është për Kjevabaj.
Më pas, qëndrimi në Tropoj, sa do të zgjas dhe çfarë do të bësh më tej? Do të kthesh direkt në Angli me avion apo ke ndonjë plan tjetër? Kjo sfidë nuk do marroj në Tropoj. Kjo sfidë do vazhdoj sepse si thash, domethënë, avia ishte nesër, po nisë nga Cambridge 20 kilometra, 650 Franca, një familje domethënë goxha kilometra, pastaj Slovenia ishte një 195. Kroacia ishte 630 kilometra. Edhe Kroacia ka qenë shteti më i vështirë. Ja ku është edhe stafi. Do të pres pak edhe për stafin tënd, jam trego pak kush të shoqëron. Përshëndetje çuna. Përshëndetje. Stefan është nga Çipër. Stefan është nga Çipër, është trajneri i vrapit. Ai që të bën masazh kur të lodhen muskujt apo jo? Jo, masazhisti terapisti është kë. Ky i shëptumi këtu, ja ku është, ja si është, ja. Ky është i pashpirë, sepse aty kom dhe mua të ishtim. Përshëndetje. Të përshëndesim dhe kjo është rruga. Asa bukur, ja të shikojmë pak shtetet. Nga Cambridge në Francë, pastaj në Gjermani, në Austri, në Sloveni, në Kroaci, Bosnjë, Montenegro dhe më pas në Tropoj në Shqipëri. Ky është rrugtimi i Sep Ponarit, vendosur aty tek makina që shoqëron stafi. Jeni 3 persona apo jo? Ata aty të ndjekin, më thuaj pak 4 persona. 4 jeni. Unë kam 3 persona të stafit. Një është trajneri i vrapit që është vazhdimisht domethënë për të verifikuar rrugën, për çdo domethënë që duhet për këtë sfidë, ky person është angazhuar. Me gjitha, me këto ngjitset, me medikamentet. Pa më trego pak cili ka qenë momenti yt më i vështirë, Seb, ku ke patur lodhje, vështirësi, dhimbje muskujsh. Dita numër 3, dita e tretë. E treta, a? Atëherë fillojnë dhe dhëmbin muskujt. Ke menduar... E treta ka qenë shumë vështirë. Për shembull, të ka shkuar në mendje ndonjëherë gjatë këtij rrugtimi, tani është fundi dhe nuk e ti të po e përfundon, po të ka shkuar ndonjë e di pyetjen, ë? Që të dorëzohesh, që u lodha dhe se vazhdoj dot më apo asnjëherë? Është njëri që e kam gjuar ka si shprehje dhe thot, it's not over until I win. Nuk kam arru derisa të fitoj. Edhe video që përgatis për dje, dhe më që ishte dita 34, sepse momentin që fillon dita, e ka bo video në sot, bëj atë procedimin e kilometrave marroj, pastaj e marrë informacionin e darkës që e ka marrë nga kjo orë, plus që atë kur e myllë ditën, edhe bëj një video e publikoj në internet, gjdo ditë. Po të kam dikur. Edhe sot e bona këtë video, ne kam bo gati dhe ta publikoj, sa ta myllim interviste. Edhe e them aty në fund, domethënë e them që is not over until I win. Nuk është e marruar derisa të fitoj. Pavarësisht nga dhimbja, pavarësisht nga vështirësia, sepse ke parasysh atje sipër, është vetë marrin atje. Po, e shoh. Atje sipër nuk ka aq vend sa ka këtu. Këtu ka vend më shumë, por atje sipër pamja është më e bukur. Atje ka më vend, po pamja është më e bukur. Mirë po, do pak forcë, do pak që të ngjitesh atje lart, që për ta shijuar atë pamjen. E drejt. Më përmend pak që ky mision nuk përfundon në Tropoj. Çfarë planesh ke, Seb, pas Tropojës? Do ikin Ksamil me vrap, bëj ca ditë plazh. Janë plotësisht të merituara ato ditë. Do shkosh në Ksamil me makina apo me vrap dhe aty? Me vrap, pra ne thash. Me kërshërinë dhe kuriozitetin e shqiptarëve që do të ndjekin gjatë këtij rrugtimi në Ksamil. Suporti ka qenë shumë i madh, sidomos normalisht nga shqiptarët, nga komiteti shqiptar. Unë videot i bëj anglisht sepse besoj shqiptarë në Shqipëri kemi 30 vjet që thonë 3 milion. Por unë besoj në përbotje janë 300 milion. E kështu që, domethënë, anglishtja është gjuhë një mënyrë më e përhapur se sa shqipja. Pavarësisht se ka marrë kritika pse s'te shqip. Unë live në TikTok i bëj shqip. Tani, unë dua të di pasi ti
se normalisht që vjen mbrëmja dhe ti do flesh, se nuk do udhëtosh edhe natën. Absolut. A i zgjimi yt në mëngjes si është? Si ndihesh ti në mëngjes? Ke forcë, dobësi, dhimbje? Sfida, sepse sfida ka sfida. Kjo sfid ka sfida tjera të vogla mrena. Edhe një nga ato është pagjumësia. Njerëzit mendojnë që duke vrapu ka shumë, du t'jem i lodhe dhe i marume dhe është e vërtet, jam i lodhe. Por nga dhimbja, në base edhe mërë gjumi, por pastaj ndel. Ndel thjesht ndel sepse është dhimbja e fortë edhe kam një muskull këtu. Është ky muskull këtu. Po. Ti nuk e ndjen fare. Ai shumë është çodhur. Që bërtet, jo ndjej sepse dhimbja është që fortë. Që bërtet nga dita numër 8. Tash dita numër 8 i bie data 18 maj. Po. Edhe natën e kam atë idenë, shpeshherë edhe mbrëm për shembull, sikur po kputet sepse tërhiqet. Po uli shkreti se ka poshtë kilometra. Më thuaj pak, po familja jote si e ka pritur këtë sfidë tënden? Ishin dakord të gjithë që ti ta bëje me vrap? Familja si shumica e njerëzve. A jeçme? Ka ikmenja? Do me ikë Shqipërinë kohë? Po. Do jetë një frymëzim shumë i mirë për fëmijët e tu, që gjithçka arrihet. Kalamajt janë Toni dhe Beni, shokët e babit. Morin telefon dje, Toni, i ma është 10 vjeç. Edhe tha, babi tha, I'm so proud of you, jam shumë kënaqur për ty. Të për babi, tha sepse gati arritet, tha, dhe më zësh për pres ditë dielën, tha, dhe të presën në Shqipëri. Tha, i si, në babi, tha, sa du. Absolutisht që janë kënaqur dhe unë besoj gjithë të njerëz që po ndjekin, të ndjekjet kohët e fundit kanë qenë domethënë masive. Besoj që e gjejnë veten në këtë sfidë. Duan t'i bashkangjiten sepse janë krenar, du t'jenë pjesë e saj, me i farë mënyre po inspirohen. Nga kjo sfidë edhe ato, edhe sado që ato të bëjnë një ndryshim për mirë, ajo është sukses për mu. Ajo është kënaqësi për mu. E po është për kalamajt, që t'i inspiroj edhe ato, që ta shohin një shembull, sepse njerëzit nuk bëjnë qa themi, njerëzit bëjnë, qa bëjnë. Se më thuaj pak për jetën tënde në Angli. Ju keni familjarisht aty 16 vite, më trego pak me çfarë merresh? Kam një firmë ndërtimi, në industrinë e ndërtimit, edhe si shtash, plus minus e një 50 punëtorë, aty në Angli në varet se si e kemi punën, marrim punëtorë, heqim punëtorë. Po momentalisht janë një 50, qarkullojmë 3 deri në 4 milion pound në vit. Është një biznes i mirë, më shërben mjaftueshëm. Qëllimi është në shtator, kur t'i kthejmë biznesit, ju kam thonë kolegëve stafi që do t'a grejmë këtë biznes në 2 vite në 50 milion pound. Me këtë frymëzim me 2700 kilometra në vrap, stafi besoj do të shohi si një hero kur të shkosh t'ja u tregosh këtë eksperiencë. Unë kam thënë stafi që jam si raketa, do më thënë, kam vetëm nevojë për një copë betoni, kështu edhe ngrihem lart. Kurse ju, ca nga ju, i them, keni nevojë për një pistë avionash që të ngrenin aje dhe do t'ja arrisim. Vetëm thjesht bëhuni gati. Buckle up, si thojnë, veni rripin e sigurimit. Po. E kështu që, do më thënë, kam atë qëllimin e biznesit me kismet të 2 vite që vinë, por mbi gjitha du t'jem më afër familjes, sepse shumë vite ka kaluar dhe kam kell duke u marrë më shumë me veten, ka pas sfidat e mia personale dhe ndjej sikur nuk kam shpenzu kohë mjaftueshme me nusën e kalamajt. Kështu që ajo domethënë do të jetë një prioritet mes biznesit dhe familjes. Qartë. Unë të uroj shumë suksese. Falenderoj shumë për kohën, shpresoj që të kemi kaluar një 30 minutësh të këndshëm në këtë vrap, në këtë ecje që ti po bën drejt Tropojës. Dhe shiko, nëse të bje rruga në Tiranë të presim këtu në Rezen ton, në Reze Diellin e emisionin ton. Ditë të bukura të presim. Ju përshëndes nga Mali Zi. Jeni në Malin e Zi dhe pak ju ka ngelur ka 2 ditë ndoshta intensive, se e bi deri në ditën ndoshta
të hënën, sikur thea, të hënën pas dite në orën 6, do të mbërish synimi, qëllimi është po 3 ditë për të mbëritur në Tropoj. Të mirëpres Tropoja, sepse ti tashmë je bërë shumë mediatik, shumë virale dhe të gjithë të presin me shumë kërshëri edhe me duar tokitje për këtë sfidë të arritur, për mesazhin që përcjell. Për te një çmenduri edhe një sfide kështu të zakonshme, po për te asaj është pikërisht thirrja dhe qëllimi për të sensibilizuar personat të cilët vuajnë nga shëndeti mendor, sfida e kohëve moderne. Dhe këtë ja arriti Sebi duke dalë nga Guacka që izoloi dhe duke e çuar deri në fund këtë mision. Seb dhe stafi yt, rrugtim të mbar. Faleminderit shumë për kohën. Miropafshim. Është mundur. Është e mundur, çdo gjë është e mundur. Me shumë guxim, durim edhe me forcë të brendshme. Rrugë të mbar, mirash në Shqipëri, Sep. Ne do të shkëputemi për publicitet, por vëmendja juaj do të vijojë të jetë e lartë, të përqendruar, sepse me ekspertin e pensioneve do të zbërthejmë se sa realisht në praktik mund të zbatohet ai plani i qeverisë 2025-2030 për rritjen me 50% të pensioneve, çfarë është pensioni i 13, a do të përmirësohet jeta e të moshuarve tanë, na ndiqni pas publicitetit, ju pres. Jemi në bisedën tonë me ekspertin e pensioneve, zotin Kujtim Hoxha. Mirë se erdhët, kënaqësi që jeni në Rezedielli. Është përfolur një plan kohët e fundit, plani i qeverisë, zbuluar një plan i qeverisë 2025-2030 për rritjen me 50% të pensioneve për një pension të 13, për pensionistët e vetmuar, për moshën e daljes në pension do të flasim, për indeksimin, për formulat e reja, kështu që do doja ta nisa fillimisht si e gjykoni dhe a është realisht e zbatueshme për 5 vitet e ardhshme ky plan që është shpallur nga qeveria. Në lidhje me këto plan masash, po themon, të qeverisë për të përmirësuar situatën ekonomike të pensionistëve, jo vetëm në masën e pensionit, por edhe në mënyrat të tërthorta në jetën e përditshme, duke hequr taksat, gjobat, duke krijuar kushte për kalimin e kohës së lirë, duke larguar gjobat, duke u krijuar mundësinë për të vajtur në universitete, edhe një sër masash të tjera, të cilat unë po i përmbledh, dhe pastaj mbi baza saj që do të flas, mund të më bëni pyetje, sepse paga e 13 që është shfaqur tani nga qeveria shqiptare, edhe plani që ka... Pensioni 13 që e pensioni 13. Duhet qikuar në qikë me seriozitet, sepse ne kemi patur edhe më përpara iniciativa ose edhje të mendimeve në tavolinë, duke futur në ndryshimin e ligjit të pensioneve, është edhur që para një vite gjysmë, suba. Dhe më thënë, thjesht në themi, po asnjë gjë nga ato që themi nuk është shkruar me afate kohore. Kur do bëhet? Sa do bëhet? Dhe në këtë këndvështrim shikoj edhe këtë plan të qeverisë, e cila parashikon në vitet 2030. Nuk mundet që një qeveri të planifikoj jashtë afateve të saj të ushtrimit detyrshëm. Po thoni që mandati është 4 vjeçar, i bie 4 vjeçar, tash i thotë unë se bera, se po ta kisha deri në 2030 do t'i bënja. Po si bera. Pra nuk ka afat që të filloj, ose të themi pensionin me 200 euro, do t'ja bëj deri në vitin 2030. Shkurt, idhen idera të pa formalizuara në afate, dhe kjo nuk është serioze. Për mua është të tallesh me pensionistë, pse do t'i analizojnë. Sot, pensionet janë aq të ulta sa shtetet për rreth thonë si mund të jetojnë shqiptarët me këtë mas pensione që kanë sot. 120.000 qytetarë kanë pension në 100 euro. Do t'i dhe pyetja për qeverin këtu. Merë do të masa për të ndryshuar gjendjen e këtyre qytetarëve dhe kur? Sepse 200
euro thot pa afat, dhe këto 200 euro do të bëjnë në vitin 2030. Po 2030, mirë, 2030, po ka dy probleme këtu. Problemi parë, a e din kryeministri që jetëgjatësia e gëzimit të një pensioni në Shqipëri mesatërisht është 14 vjetë. Ka që e gëzon mesatërisht një qytetar pensionin. Dhe u thua pensionistëve sot që pas 6 vjetë do t'ju rritë pensionin. Këta që marrin 100 euro të shpresojnë që të marrin në vitin 2030, kur 20% e tyre me statistika sjetojme. Po mund t'i larguar nga jeta. Atëre, qeverisë për vendimin tim i shtrojnë edhe nga pensionistët, se unë jam edhe në shoqatën e pensionistëve, t'i dhe t'ide, ke plan masash për të nxjerrë këtë gjendje të pensionistëve sot? Dhe sa do t'a bësh sot? Se objektivat në 2030 a e din, kryeministri dhe ata që ja kanë bërë këto llogaritje, që kërkesat e pensionistëve nuk do t'jenë 200 euro nevojat atëre. Duke marrë inflacionin, do të kaloj 300 euro, do të kërkojnë atëre. Mbas edhe më shumë. Kështu që është pra po thoni edhe nëse pensioni shkon 200 euro, gjendja ekonomike ose nuk rregullohet. Nuk do të rregullohet për këtë kategori. Kështu që ato duhet edhe në tavolinë me laps dhe me afata. Vetëm atëre se shiko, qytetarët ndryshojnë nga qeveria për mendimet që japin vetëm në këtë, sepse qytetarët vetëm ankohen, thoni deret e tyre që do të bëhet, ndërsa qeveria ka edhe lapsin, ka edhe parat që mund t'i vetë në dispozicion për zgjidhjen e problemeve. Kur do t'i bëhet? Ka edhe një firmë i vetë, tak, i firmos ato dhe duhet t'i nxjerrë për veprim. Jo t'i thot, kjo pse bëhet kjo. Kjo, në këto kushte, është si rezultat i detyrimit që i ka dhenë FMN-ja dhe Këshilli i Europës. I ka dhenë qeverisë shqiptare 2030 të jenë plotësuar për kapitullin e 2 dhe 3, e cila kërkon konkurshmëri, që do të thotë që ne të konkurojmë me shtetet e Europës. Po si do të konkuroj me një pension 100 euro? Kur qytetarës shqiptarë që janë me rezidencë në Itali, që s'kan punuar fare, po marrim atë që s'kan punuar, atë që kanë punuar, kanë plotësojnë disa kushte të qëndrimit atje, marrin jo më pak se 500 euro, marrin në formën e ndihmës ekonomike, ti i jep 100 euro, që gjë me thënë kjo? Gjithsesi, jemi në fillim të këtij mandati, kështu që mbase të presim, ndoshta 4 vite mund të përmirësohet një nga pikat. Ka një që është e pabesueshme. Pse? Që të bësh serios, duhet të shikoj si ecën. Dhe ke treguar që mendon se fondi sigurimi mund të kolapsojë nëse do të sigurisht. Skema e sigurimeve shoqërore në Shqipëri është drejt kolapsit të plot. E po them me përgjegjësi, le të dal kushdo nga nivelet e tjera të qoftë qeverisë, qoftë Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Le të japin shpjegime këtë. Ky është raporti i 2023. I 2023. Pse sigurimet shoqërore nuk edhe në faqen zyrtare, se e ka në statistikat, për vitin 2024. Është bërë një analizë vjetore në muajin mars dhe detyrimi ligjor është që t'i bëjë këtu, sepse ka fenomene negative që cilat janë fenomene negative që ju mendoni se kanë penguar institutin të hedhë të dhënat të 2024? Po i them unë disa. E para, ka të bëjë me numrin e viteve të të gjitha aplikuesve për punën e kryer kur vjen 2024. Ata nuk plotësojnë do 38 vjetë, ose më mirë të themi nuk kanë plotësuar 38 vjetë e 4 muaj, si që ka patur ligji, po vetëm 27 vjetë. Di që do të thotë kjo? Kjo do të thotë, mesatarisht për gjithë Shqipërinë, kjo do të thotë që gjithmonë e më tepër, në Shqipëri do të ketë pensione të reduktuara, të jenë të pjesshme. Të pjesshme. Dhe nuk mund të pretendosh që të rritet pensioni me këtë, se pensioni llogaritet mbi bazën e kontributet. Ti kontributet i ke të ulta një. Iniciativën e qeverisë për të mbështetur për çdo muaj me grande, pra për këto shtresat në nevojë që kanë pensione shumë të ulta,
nuk e merë, se nuk më lejnë mua të tjerët që të mere me këtë punë. Atëre, ti ke lëshuar ti monin të verë nga të doja, atëre vetëm konstaton, edhe konstatimin se jepë, të japësh në raportet. Kjo ka edhe një rrezik tjetër. Cili është rreziku kur nuk i publikon? Ti mbulon anët negative, fenomenet që ekzistojnë, dhe nuk mund të nxjerrësh mësime për të përmirësuar nga teknikën, nga institucioni, kush do ta kërkojë që ky institucion të publikojë të dhënat? Ky e ndalon Edi Rama me përgjegjësi. Pse e them? E them me argument, jo kështu, me tifozllëk. E ndalon sepse statistikat nuk i ka publikuar vetëm Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Le të dali stati të tregojë pse si publikon të dhënat i stati. Këto janë dy institucionet më të rëndësishme për të shfaqur dhe për të publikuar atë që ka ndodhur një vit të tërë. Edhe i stati nuk është, si ka mundësi i bëj pyetja, që të dy këto institucione të rëndësishme nuk e publikojnë këtë. Dikush tjetër më lart i ka dhënë, dhe kush është ky më lart? Qartë. E kuptova. Doja të komentonim pak, të paktën në këtë plan masash edhe objektivash që ka publikuar qeveria 2025, është pensioni i 13. E shikoni të realizueshme pensionin e 13? Është një pagesë e njëhershme në fund të vitit apo dietet me këste mendon se do të jetë? Nëse ka dëshirë dhe administrim të fondeve dhe të buxhetit të shtetit, çdo gjë është e realizueshme. Pse? Të gjitha vendet përreth e aplikojnë këtë. Vetëm ne se e aplikojnë. Greqia, për shembull, mua më ka shkruar këtu në një emigrat nga Greqia, ne marrim në fund të vitit 500 euro dhe dhoro, thot, ato dhoro i nënkuptojnë nga punëdhënësi, po këtë titël e kanë detyrim ligjore. E japin gjithmonë. Italianët e japin. Për pensionistët, po flasim. Për pensionistët, po. Për pensionistët. Italianët e japin. Po punëdhënësit ata nuk janë në punë, apo ka pensionistë cilët punojnë? Ka që edhe punojnë. Që edhe punojnë, e kuptova. Ka që edhe punojnë. Edhe këtu tek neve ka qytetarë të cilët janë aktiv, janë aktiv, nuk janë pak, veç asyre që janë në të zezë, janë 96.000 pensionistë që punojnë. Pyetja shtrohet, këta e bën për hobi këtë? E bëjnë nga nevoja ekonomike. E bëjnë nevoja. Ka të këtu që e bëjnë edhe për shkak të profesionit. Po edhe folur edhe për pjesën tjetër, se ka pensionistë të cilët zgjedhin të punojnë dhe të jenë aktiv edhe për të moshuar aktiv. Jo vetëm nga e para është gjendja ekonomike. Absolutisht nuk e hedh poshtë. Po ka pensionistë janë mirë me shëndet, janë aktiv dhe duan të punojnë, të mos izolohen, të duken. Këtu që qeveria duhet të shikojë për ne them fenomenet. Nëse nuk i shfaq këtu, unë do të them disa për të argumentuar. Po. Që shkojnë të gjithë faktorët shkojnë në ka negativ. Pensionistëve me që zumë në gojnë neve, ju lejohet të punojnë, të derdhin dhe sigurimeve shoqërore. Po nuk u njihet ajo vjetësia e kontributit me pastaj. Atëherë përse do ta deklaroj dhe të pagoj kontribute kur shteti nuk e njepve? Pra, i lejohet të marrë pensionin, të punoj, të derdh kontribute, por ikin kot ato kontributet, po, ikin kot. Atëre do të ishte... Po, shumica janë në të zezë. Jo, unë po them këta që janë deklaruar. Këta që janë të deklaruar. Ta pse janë në të zezë? Këto fenomene shfaqen kështu, janë në të zezë sepse ti s'ja njeh, edhe ajo mundoj të shmanget këtë, pse duhet të i paguaj? Duke nxjerrë një rregull, një udhëzim, një vendim Këshillit Ministrave, një ligj, pra një akt të tillë që të rregullojë këto marrëdhënie, nëse ja njeh në një periudhë të dytë, dhe ndjenin time ka një 6 vjet që është një draft aty në parlament, për të rregulluar kjo, po dhe tash se ka zënë me dorë njeri, nëse do të ishte e tillë, ti i sigurt që asnjëri nga ata që punojnë nuk do ta lejonin punëdhënësin të mos ja deklaronte, bile me pagë reale. Atëherë ti duke rregulluar këto gjëra, përmirëson edhe financat e sigurimeve shoqërore, se do paguajnë të gjithë. Po, edhe nuk do ketë ato kolapsin që ne përmendëm. Tani, sipas planit, edhe mosha e daljes në pension për gratë do të rritet thot gradualisht në 67 vjeç. A shkret drejt dhe arsyeshme në tregun, në kushtet e tregut punës? Atëherë do të sqarojmë një gjë. Ligji 7703 i përmirësuar, në thonjza me ligjin 104 të vitit 2014,
ka parashikuar pikërisht këtë gjë. Ne në 92 të saj që gradualisht çdo vit femrat të dalin në pension duke u shtuar nga 2 muaj. Nga 2 muaj dhe një grua që mësuese që ka dhe nga 60 vjet, kushdo që të qenë, nga 60 vjet sot dalin 61 vjet e 10 muaj. Dhe ligji parashikonte që femrat dhe meshkujt në vitin 2056 të dilin në pension në moshën 67 vjet. Kërkesa e partnerëve tonë europianë ndaj qeverisë shqiptare është e tillë që duhet të avancuar akoma, thotë kjo, të mos dalin në moshën 67 vjet në vitin 2056. Dhe në dinin time, pavarësisht se këta nuk i publikojnë, kemi në njerëzit atë në ati në ashtu, janë edhur 2 ide. Ideja që të mos shtohet nga 2 muaj, po të kaloj nga 4 muaj, ose edhe në 5 muaj. Që të arrijet më shpet. Dhe të arrijet në vitin 2036. Kjo është e drejtë si pas asaja idesë që kanë edhur europianët. A pretendojmë ne që të vëmë në Europë? Kur shtetasve të tyre, ata ju kërkojnë të dalin pension në moshën 67 vjet, 68 vjet. Bile Danimarka, që është vendi më i zhvilluar për aspektin e përfitimit të pensioneve, ka idhur idenë që si vjet futet 71 vjet. Nuk mund të pranoj ajo që të jap nga taksa paguesit europian të jap fonde dhe të dalin shqiptarët në moshën 62 vjet. Këtë logjikë ka. Sepse duke plotësuar ato kushtet që pretendojnë, prandaj thonë të jenë konkurruese. Që ne të konkurrojmë me ata, sigurisht, nuk do të kemi ato pensionet që marrin ata që janë të larta për ne kur i krahasojmë. Edhe të përballueshme për. Por, duke plotësuar ato detyrimet që kemi ne si shqiptarë, Europës i lind e drejta pastaj edhe detyra, kanë detyra ta pastaj, që këto vende në zhvillim, ku futet edhe Shqipëria, t'i jap fonde 20 deri në 30% për të rritur pensionet. T'i japin nga fondi sigurimit europian, i shteteve europiane. Pra, nëse ti do t'a kesh pensionin 200 euro, ata do t'i japin pastaj 20 deri në 30% që i bie të t'i japin 40 të ta shtojnë. Edhe pjesën tjetër nga fondi të shtohet, po. Pra, po ti do të arritish vetë atë mirëqenien e qytetarëve. Nuk mund të presin qytetarët shqiptarë një plan pa afate dhe themi do t'i bëjmë neve, po ku do t'i bëjmë? Do t'i bëjmë gjithë deda në punë. Po pjesa një nga pikat e planit ishte dhe mbështetja për pensionistët e vetmuar. Kemi ndonjë studim se sa realisht faktikisht edhe në qeverit e mparshme, po dhe nga kjo qeveri, për pensionistët e vetmuar vetëm kanë nxjerrë 2 vendime e Këshillit të Ministrave për kombesimin e energjisë elektrike, që ka të bëjë me shtimin, pra t'i kombesoj për konsumin e energjisë elektrike, një 648 lekë të rinj dhe një 640, që në total veri 1288 lekë kajve të reja, që t'i shtohet. Dhe për parësi marrin ata që janë të vetmuar, sa sigurisht gjatë kohës që pensionistët jetojnë, vjen një kohë edhe ata që janë të shiftuar umbet njerë, mbeten vetë. Çfarë mendoni se duhet të bëjmë më shumë në këtë dokument? Por, në vendet të tjera, duhet ato që janë shpenzime të një llojit atë themi. Dritën elektrike e ndes një lloj, qoftë edhe këto të tjerat elektrike, sikur është një, sikur është 2. Kështu që për ata që janë të vetmuar, duhet me patjetër të zbatohet dhe të kish dalë. Për këtë duhet përgjigjet qeveria minimum jetik, që t'jeti i garantuar si individ. Pra, për edhe një ndim ekonomike dhe shërbime... Për të gjitha. Duke futur edhe ato që thuhet, për kartën e pensionistit, jo vetëm me urban, për të krijuar kushte lëvizje, por edhe për të përballuar shportën e konsumit të përditshëm, ata që janë të konsumit bazë,
Njëkohësisht edhe ndihmat tjera në mjekësi, si që janë, se këtu ndërthuren shërbimi i disa ministrive, jo vetëm i Ministrisë Ekonomisë, ajo është bazë, sigurisht mbi bazën e po edhe i Ministrisë Shëndetësisë. Shëndetësia është kryesore këtu, por nuk mund të pretendojmë tash dhe të themi neve që do t'i marrë këto me rimbursime, ilaçet. Sepse po të shikosh, unë jam vetë pensionist, të vesh aty, të tërë ato që t'jep mjeku, thotë kjo s'është parashikuar, kjo s'është parashikuar, kjo s'është parashikuar, dhe i ble me lekë ato të tjera. Ato që parashikojnë janë shumë më pak se sa ato që i nevojiten një pensionistit. Si pas sëmundjeve të pensionistëve. Kështu që ti, sado që t'ja shtosh këtë pension, kur ga i mesatarish argjon nga 50-60.000 lekë të vjetra për mjekësin, pa marë pasaj parasysh edhe kur vete bën në egzaminimet mjekësore, jo të themi analizat, jo skaner, jo kështu që është problematike për shëndetin. Sigurisht, mbështetja atyre me madhe janë fëmijët, po edhe i ndihmojnë fëmijët pensionistët tanë. I ndihmojnë. Ne themi, po mirë, ç'bëhet me atë të vetmuarin që themi që si ndihmon, s'ka një. Ç'bëhet me ata që s'kan arritur të krijojnë një familje dhe s'kan. Ç'bëhet me ata që me ato familje që pretendojnë, jo vetëm që su vinë, po pretendojnë fëmijët e tyre jashtë shtetit të vënë t'i ndihmojnë. E dini juve sa të burgosur shqiptarë janë për buxhet e Europës dhe qeveria shqiptare duhet i dalë zot aty. Qoftë për të krijuar atë dënimin aty, po për të marrë masat, qoftë për t'i bërë buxhet këtu për të erdhur në ndihmë. Po, ndoshta për këtë pjesën e studimit, do doja të dija, ju dini se është bërë ndonjë studim i saktë për shkakun për një numër të saktë se sa të moshuar të vetmuar kemi sot në vendin tonë? Sepse fillimisht duhet të dim shifrat, një herë dhe pastaj shifrat janë, unë kam shifrat e fundit këtu. Të ketë një zbatim këto janë shifrat e fundit 2023. Pikërisht për këtë them, pse s'dalin në 2024. Sepse duke patur, bën analizat më të i bën në kohë. Ne nuk mund të krahasojmë dhe të shprehemi se si i kishte zogu në kohën e vet. Do t'i krahasojmë me kohën sot. Pra këto janë gjithmonë fenomene që lindin në kohë dhe qeveria duke shikuar ato fenomenet negative duhet i rregullojë. Për ato që janë pozitive ti vazhdoj. Gjithsesi, në plan thuhet se do të ndërtojnë qendra rehabilitimi, kam këtu, dhe qendra rehabilitimi dhe kujdesi për të moshuarit, për të krijuar, thotë, shërbime geriatrike me mjek dhe infermierë të specializuar. Si mendoni se do të realizohet këtë plan? Shikoni të realizueshëm apo është më tepër? Këto janë ato që ka kërkuar Europa, sa i ka standardet e vete. Pra ju jeni skeptik për të gjithë planin? Jo, unë i bej vërete, unë më tepër, jo vetëm si ekonomist, unë jam auditus dhe shikoj fenomenet atë skutat e erta. Dhe këtu, them çfarë plotësojmë neve, jo thjesht për të plotësuar ca letra për atje. Neve do vëmë në Europë. Cilat janë kushtet që kemi neve? Çfarë kushte do vëmë në Europë? Të kemi ata, si të thuash, pasaportën shqiptare, atë flamurin ton, që në flamujt e tjerë europian kemi edhe neve atë flamurin, traditat edhe ekonomin ton. E ditë ç'do ndodh? Një ditë do vëmë në Europë. Jo për 5 vjet, për 10 për shembull. Do vëmë. Por çfarë kushte na krijohen neve këtu? Veç kushteve që do të na mbështet me disa fonda për aspektet e përmirësimit të jetës, do të krijohet mundësia që shqiptarët dhe ata që kanë mbetur, pse të vinë të punojnë këtu me 1.500 euro, që do t'u bet, ose 2.000. Do verë në Gjermani, atje se pengon me njeri. Siç vi një unë nga Korça, vi punoj këtu. Shumë letë mund të verë të punoj në Gjermani me 6.000 euro, pse të punoj këtu? Ose pyetja kthehet edhe ndryshe. Një Gjerman, a do të vitë punoj këtu me 2.000 euro? S'vjen. Kështu që këtu do bëhet gjithmonë më tepër boshllëk këtu. Në lidhje me shtetat si shqiptar, për të cilën duhet qeveria shqiptare duhet të përmirësojë politikat nxitse që qytetarët shqiptar të jenë këtu. Vendet fqinj kemi, jep 100.000 euro që të vetë në fshatë që të punojnë. Plani është bërë publik, ne këtu do të jemi mirë për ta ndjekur, si dihet, presim
në vitet në vijim ose në... Jo, unë jam me këte, unë jam besnik i shifre. Patjetër që duhet jemi skeptik, patjetër duhet të kërkojmë më shumë, me ekspertët si që jeni ju, për të kërkuar publikimin e të dhënave. Po mirë, them ka gjë. Po ti marrim ato fenomene negative. Invalidët në Shqipëri e di si trajtojnë? Invalidët do të thotë që krahas atyre, si thonë, kushtet e tjera për të jetuar, ata kërkojnë një mbështetje të tjetër. Patjetër. Vete deri aty. Një person që të kujdeset, një person të kujdeset, po ka raste që vetëm për shkak që në 5 vjet e fundit nuk ka një vit pune, se kështu e kanë ndërtuar ligjin, pavarësisht se ka kontribuar 20 vjet, ai ka kushtet mjekësore, mjeku e thotë ky nuk mund të punojë se ka sëmundje të tillë që nuk punon dot, vetëm për këtë shkak që s'ka smerr kem. Nuk japin kem se s'ka këtë të fundit, nuk i japin mbi bazën e kontributeve që ka dhënë ai, sa t'i bjerë. Dhe gjithmonë e më tepër tek mua vinë shumë njerëz. Vetëm për këtë shkak ka paguar tjetri kontribute për 25 vjet një të më falin familja nëse na ndjekin në starjet kolonjës. Jo që në veshkën me sëmundje të keqe. Dhe starjet të merrte 1 lek vetëm për këtë shkak. Duhet rregulluar apo si ligj. Sepse në Shqipëri, vetëm nga zbatimi i këtij neni për invalidët, vete dhe penalizohen mesatarisht, po them, 16.000 qytetarë çdo vit. Çfarë do bëhet me ta? Ata janë në kushtet e... Kjo, padyshim, është një tematik delikate, shumë e ndjeshme, që duhet folur vazhdimisht dhe duhet edhe ekspertët, edhe ata që janë skeptik, edhe ata që e mbrojnë planin, patjetër duhet bërë bashkë për të shtyrë dhe për të marrë masat që duhet. Neve jemi thjesht monolog. Unë flas këtu, mund të dëgjojnë ata, por nuk kemi debat. Që të dalin aty dhe thë kush ka të drejtë, qytetari që do të na ndjekë, të shikoj se kush kishte të drejtë nga këta. Të mos kemi vetëm plane kështu teorike, po praktike, se na ndjekin shumë pensionistë dhe kanë gjithë shpresat se ata që shkruajnë dhe të dalin lajmin. Kanë nevojë për të rregulluar këto, të çastit, jo të çastit. Po. Gjendja është e tillë. Faleminderit shumë edhe një herë. Ju uroj ditë të mbar. Faleminderit për gjitha mendimet që u dhat në lidhje me skemën e fundit. Ndërkohë ne ju falenderojmë që na keni ndjekur. Kalofshi një fundjavë të bukur. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion. Mirupafshim.